Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna min ladunka ilman ya karim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Falënderimet, lavdërimet I takojnë vetëm Allahut Azza wa Jall, atë Jalla Jalaluhu e falenderojmë dhe vetëm atë e adhurojmë. Prej Tij ndihmë, falje, mëshirë, udhëzim dhe të gjithë begatit dhe mirësit I kërkojmë. Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij të pastërt, shokët e tij besnik, fisnik dhe trima, dhe mbi të gjithë ata të cilët e pasojnë dhe ndjekin rrugën e tij deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, me të vërtet besimtarët dhe njerëzit në përgjithësi, jo vetëm besimtarët, jetojmë në një kohë të mbushur me trazila, e mbushur me lodhje, e mbushur me sprova. Dhe sprovat janë të lloj-llojshme. Po ma kryesoret disa janë të natyrës së dyshimeve në fe, e disa të tjera janë të ndjekjes së pasionit, epshit, e kështu me radhë. Mirë po ato që janë më të rrezikshme janë ndjekja e dyshimeve në fe. Nëse ndjekja e pasionit dhe e epshit e shpjen njeriu në gjunahe, mirë po për gjunahet ai ka mundësi me u pendu dhe kërkon falje dhe e din që është gjuna. Shumica e njerëzve nëse I pyet për gjunahen e din që është gjuna. Mirë po e ndjek pasionin, nuk mundet me e kontrollu veten e tij dhe e ndjek gjunahin për shkak të pasionit. Mirë po, kur ka të bëje me dyshimet në fe, me ndjekjen e risive, ndjekjen e gjërave të shpikura, adhurime të ndryshme të lloj-llojshme, apo besime të gabuara, njeriu këtu ka mundësi, bile jo vetëm që ka mundësi, po shumica e tyre mendojnë se ajo është e vërtetë. Dhe ashtu duhet të adhurohet Allahu Azza wa Jall, dhe ashtu duhet besohet Allahu Azza wa Jall, dhe ajo është metoda të cilën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e pas ka pasur, pra njeriu nuk mund ta kupton se ka rënë në dyshime. Dhe nuk mund ta kupton se njeriu ka rënë dhe është provuar me besimin dhe imanin e tij. Pra kjo është më e rrezikshme. Dhe kjo është më që njeriu e helmon në brendësinë e tij, të menduar se është sevap. Për këtë arsye kanë thënë dietarët se risia, bidati është më I dashur te shejtani se sa gjunau. Se gjunaun e din që është gjuna, e bën dhe pendohet pastaj. Kurse risia, bidati apo dyshimi, ndjekja e dyshimit në fe, mendon se është sevap dhe shpërblehet për to. Dhe ka mundësi që nuk e arrin ose nuk e interesohet për të vërtetën dhe vdes dhe ka mundësi me shku te Allahu Azza wa Jall me besim të gabuar. Për këtë neve jemi të paralajmëruar prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Për këtë arsye dhe dietarët e mëdhoj kanë shkruar në librat e tyre, në librat e sunnetit, kanë venduar kapitulli I fitneve, sprovave, për shkak se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tregoi se këto do të ndodhin. Nga se Allahu Azza wa Jall thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ma afroi tokën prej lindjes në perëndim, sikurse një pjatë, dhe e pashtë se çka do ndodhe deri në ditën e fundit. Të gjithë pejgamberët e Allahut kanë paralajmëruar për ditën e fundit. Mirë po detajisht ka lajmëruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam më shumë se të gjithë pejgamberët tjerë. Nga se kiameti, dita e fundit do të ndodhe
pikërisht në ummetin e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Për këtë arsye tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Badiru bil a'mali fitanan ka qita'i al-layli al-mudhlim." Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: shpejtoni të bëni vepra të mira para se të arrin do sprova, sikur se ato copzat në errësirën e natës. Nëse në errësirën e natës dikush të përgatit ndonjë kurth, a ke mundësi me vërret një gur me ta gjujt natën ku nuk ka dritë, kur gjë nuk sheh, një gur me ta gjujt para teje, ke mundësi me përfundu me fatalitet. Kështu tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: shpejtoni, bëni vepra të mira, se do të vijë një kohë aq shumë do t'ju angazhoj juve sprovat, fitnet, derisa thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur do të zbresin do fitne, do sprova, besimtari do të thot: hadhihi muhliketi. Kjo është ajo e cila do të më shkatron mua. Pas asaj thot vin fitne të tjera, ato kanë kalu i shehsit lehta. Se vazhdimisht do shtohet doza e fitneve. Fitne mbas fitne, dhe kështu sprova që ka kalu më herët do t'i duken shumë më të lehta. Prandaj tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafira. Në mëngjes do të zgjohet si besimtar, kurse në mbrëmje si pa besimtar. Na kur i lexojmë këto hadithe, ndoshta i kalojmë kështu, na duket pak sta roka la logjika, si ka mundsinë sabah mbrëmje jo musliman. Shumë do shtohen dozat e fitneve, saqë njeriu ka mundësi me usprovu gjatë ditës, edhe del prej dinit të Allahut, edhe ai nuk e heton se nuk është besimtar hiç. Tu mendon që është besimtar, ai ka dalë prej feje. Për shkak të sprovave dhe dyshimeve që do të shpërndahen. Ju e dini vëllazëni se në këtë kohë për fejen e Allahut azza wa jall fol çdo kush. Edhe i dituri, edhe i pa dituri, edhe chat GPT-ja, edhe gruaja, edhe fëmia, edhe plaku, edhe i riu, krejt flasin për dinin e Allahut azza wa jall sot, sikur me qenë mufti. A faktikisht ndoshta një libër se ka lexuar, Kur'an nuk din me lexu. A kur pyetet, ai nëse bon, e lejuar, e ndaluar, haram, halal, çish ka dëgjuar? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot: "Kafa bil mar'i kadhiban an yuhadditha bi kulli ma sami'." I mjafton njeriu të regjistrohet si gënjeshtër te Allahu azza wa jall që të flet çdo send që ai e dëgjon. Po çka është qëllimi këtu? Jo është se është ndaluar që ai ta flet atë çka e dëgjon, po ta verifikon njëre. A është e vërtet apo nuk është e vërtet? Jo vetëm të bëhet transportues lajmesh. Sa shpërndahet diçka, e shpërndan më njëherë. Po u verifiku, ka ndodhur, nuk ka ndodhur. E ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se ka thonë, e ka leju, se ka leju. Jo ta ndërtojsh fejen me anë të kuptimeve të tua, po ta ndërtojsh fejen me anë të kuptimeve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, sahabëve, tabiinëve, e pastaj kështu me radh ulemave të mëdhej, me pas një esencë, një bazë prej ku e ke marrë këtë informacion, prej ku e more këtë lajm, prej ku e more këtë fetva. Dhe mos me unë nxitu në dhënien e fetvave dhe përgjigjeve. Ka ndodhur te sahabët, shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kur pyetesht Abu Bekri radhiyallahu ta'ala an për ndonjë mesele, për ndonjë çështje, i mblidhte 50 prej shokëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për me dhënë një fetva, për me dhënë një konkluz, dhe çdo njëri prej tyre ja hedh dhe pyetjen dikujt tjetër. Thonte më pyetni Abu Bekri, thonte pyetni Omerin. Omeri thonte pyetni Uthmanin, pyetni Aliin, e kështu me radh 50 sahabë. Ndërsa ne sot i pari që pytet unë të përgjigjem. Është kompetent, nuk është kompetent, përgjigjet. Pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka paralajmëruar. Prandaj është me rëndësi që njeriu të dije prej kujt e merr diturinë sot. Informacionet, fetarizmin e tij prej ku e merr, burimet e tij prej ku i ka. Ai ka për njerëzve të besueshëm që njihen si hoxhallar,
e dim ku kanë mësu, e dim ku ka studiu, kanë dhejt para hoxhallarëve, apo dikush që është ull vet, është bo hoxh. Ka shku dikun me ndonjë institucion, e ka mësu 2 vjet gjuhën, edhe pastaj ullet dhe kallxon ders. E këto, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, na ka paralajmëruar për këtë njerëz. Se do të vinë, Allahu azza wa jall ka për me ngrit diturinë. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, yataqarabu az-zamanu, koha do të afrohet. Thot wa yuqbadu al-ilmu, dituria do të ngritet. E çish do të ngritet dituria? Me një hadith tjetër, si thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Allahu diturinë nuk e ngrit prej gjoksave të njerëzve duke e nxjerr, duke e largu, duke e ngrit. Jo, po me vdekjen e dietarëve do të vdesin njerëzit e ditur. Pastaj thot, kush do mbese? Do mbesin pa diturit, jahilat. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ittakhadha an-nasu ru'usan juhalan, njerëzit për udhëheca, për hoxhallar, për drejtuesa, për drejtora, do t'i marrin njerëzit e paditur. Bëhet drejtori i institucionit një njeri që se ka drejtim fare në to. Doktori apo ai informatikës bëhet drejtor ministër i shëndetësisë. Shkon njëra me tjetrën, nuk shkon ky i kompjuterit, bëhet drejtori i Ministrisë së Shëndetësisë. Po ky për atë është i paditur për atë lëmi. E por prandaj vijnë pastaj problemet në Ministrinë e Shëndetësisë. Shembull është Ministrinë e Shëndetësisë, po ka edhe gjithë ministriat tjera, gjithë udhëheqësit tjera, nëse merren nga njerëz jo kompetent, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, fadallu wa adallu, vetë do të humbin dhe do t'i humbin edhe të tjerët. Prandaj thonte Muhammed ibn Sirini, inna hadha al-ilma dinun. Kjo dituri është fe. Diturinë të cilën e merr ti është fe, se me atë fe, pastaj me atë dituri ti adhuron Allahun azza wa jall. Për këtë arsye Imam Buhariu në librin e tij Sahih Buhari ka venduar një kapitull, thot babun al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Thot dituria para fjalës edhe veprës. Se kur ta kesh diturinë e shëndosh, edhe fjala jote është e shëndosh. Edhe vepra jote është e shëndosh. Është në metodën e kujt? Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Nëse dituria jote është e gabuar, atëherë edhe veprat dhe fjalët e tua automatikisht do të jenë të gabuara. Ne e kemi thonë shumë herë dhe shumë hoxhallarë kanë thonë se shahadeti nuk ishte i rënd që Ebu Xeheli ta shqipton si fjalë. Mirë, po diturinë që ai e kuptonte atë shahadet, çka do të thonë, ajo e bonte të vështirë që ky ta shqipton shahadetin. Prandaj tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur do ngrihet dituria, çka tha? Tha tadhharul fitan. Atëherë do të shfaqen, do të shpërndahen, do të kthurul fitan, thotë do të shumohen, shumë fitnë do të ketë, shumë sprova. Se dituria ra, atëherë shtohen fitnet, shtohen sprova. Prandaj pejgamberi në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, pse fitnet ishin të pakta? S'kishte aq shumë fitnë. Shumë pak. Pse? Se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i angazhoi sahabët me 2 gjëra. Me dituri dhe i angazhoi me ibadet, me adhurim ndaj Allahut azza wa jall. Kurse na sot angazhohemi me çka? Me rrjetet sociale, me gibet, me humbjen e kohës, vetëm me punët e dunjas, e me punët e ahiretit jemi pak. E prandaj sprovat na janë shumë dhe na kanë sulmu fort. E ilaçi i këtyne, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka tregu, na ka informu, siç ka ardhur në hadithin e Irbad ibn Sariya radhiyallahu ta'ala anhu. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, një ditë prej ditëve na këshilloi me një këshill që na preku fort në zemrat tona. Dhe sytë tot na u mbushën me lot. Dhe i thash, thot, ja Rasulullah, kjo këshill po na duket si këshill lamtumirse. Andaj na jep një këshill që do ta mbajmë mend. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, friksojuni Allahut dhe respektoni ata të cilët i keni udhëheqsa. Edhe nëse bëhet udhëheqës ndonjë rob i zi. Nëse bëhet halife ndonjë rob i zi. Me shariat, me ligj të Allahut azza wa jall, robi nuk lejohet me u bë halife. Nuk lejohet me u bë halife robi. Mirë, po pejgamberi sallallahu alaihi wasallam çka do të na thotë, nëse ky arrin një forcë robi dhe e merr sundimin,
dhe bëhet udhëheqës për ruajtjen e gjakut të muslimanëve, nderit të muslimanëve, mos bëhet fesad, mos bëhet shkatrim tok, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, binduni dhe respektoni edhe atë. Pastaj tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan kathira. Ai i cili prej jush do të jeton më gjatë pas meje, ka për të pa shumë përçarje mes muslimanëve. Muslimanët do ndahen në shumë grupe. Bile tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se ummeti im do ndahet në 73 grupe. Kulluha fin nar. Të gjitha në zjarrin e xhenemit, përveç se njëna, tha ajo çka jam unë dhe shokët e mi sot. Pa ka më shumë se 73 grupe apo 73 janë? Ma shumë se 73 janë. Po pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka për qëllim 73 grupe kryesore, të cilat do të kenë shumë ndjekës. Grupe që i pasojnë shumë. Për këtë arsye, në këtë kohë duhet që njeriu shumë të merr informacione rreth fejes, çka do ndodhe. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i informonte sahabët se çka do të vinë, çfarë provash do të vinë. Bile tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nëse ndalemi ne e bëjmë një test të shpejtë dhe shohim se sa dim ne se çka do të vinë prej shenjave të kiametit, ose sa dim ne për Dejjallin, fitnja më e madhe që prej kur Allahu azza wa jall ka kurdis dhe ka kriju tokën deri në ditën e fundit, s'ka fitnë më e madhe, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, se fitnja e Dejjallit. Nëse ndalemi ne sa dim. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam aq shumë i friksonte sahabët për Dejjallin, saqë mendojshin thot sahabët se mbas pallmave në Medinë Dejjalli o mshef aty, aq afër. Neve si thomi, bese largu, ku dia të mrriune. Allah çka thot, iqtarabat as-sa'atu wa inshaqqa al-qamar. Është afru kiameti dhe hona u da dy gjysa. Ndarja e honës është për shenjave të kiametit, kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, bu'ithtu ana was-sa'a ka hatain. Thot jam më zbrit mu shpallja, pra më shpall pejgamberllëku mua dhe afërsia e kiametit është sikur se këto dy gishtat. Aq afër. Disa dietar kanë thonë sa largësia mes tyre dy gishtave. Disa tjerë kanë thonë sa gjatësia. Do të thonë shumë afër kiameti, për shembull aq afër ka përshku kiametin saqë kanë menduar që Dejjalli është më spallmave i fshehur. Dhe kjo është për arsye që ato të përgatiten për ardhjen e sprovave, të cilat do të vinë në vazhdimsi. Ndërsa ne shumë pak përgatitemi, shumë pak dim për to. Edhe me një hadith thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, për shenjave të kiametit është se Dejjalli kur do të jetë afër është se kur hoxhallarët nuk do të flasin më për Dejjallin. Atëherë njerëzit do bëhen xahila, nuk do e njohin atë. Ai nuk do paraqitet me njerë si Zot. Ai njerë do paraqitet si njeriu i mirë. Pastaj do paraqitet si pejgamber. Pasi të paraqitet si pejgamber, pas një kohë do thotë unë jam Zoti. Edhe ai ka të gjitha mirësitë i ka në dorën e tij. Allahu e ka bos provë për njerëzimin, për të dalë në shesh besimi i besimtarëve të vërtet dhe atyre që nuk janë të vërtet. Sa ditë do qëndrohen në tokë? 40 ditë. 40 ditë. Dita e parë sa e gjatë? Sa një vjet. Dita e dytë? Sa një muaj. Dita e tretë? Sa një javë. Pastaj ditët e tjera, thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, kthehen në normalitet. Prandaj ditoria duhet merret për njerëzve të besueshëm. Abdullah ibn Mubarak thonte al-isnadu min ad-din. Transmetimi me zinxhir, me senet është prej fejes. Me ditë prej ku e merr ti diturinë. Ti e ngon hoxhën, por kjo hoxha që është unë këtu, ose ndonjë hoxh tjetër, ku ka mësuar ky hoxha? Ku është ul ky hoxha? A ka marrë fakultet? S'ka marrë. Nëse a ka mësuar të dietarët e hoxhallarët? S'është patjetër kush shembull që patjetër këtë marrë fakultet. Jo, po baremi të njëfet që ka shku te hoxhallarët, te dietarët ka mësuar. Po hiç as te dietarët, as fakultet, as kërkun në fund shpjegon Kitabu Tauhid. E Kitabu Tauhidin kur ta shpjegon ai s'ka senet te autori i atij librit. Edhe pastaj ai fut fjalët e vet, ai komenton fjalët e alimit, i komenton si i kupton ai. E
Kjo bjen devijimi vëllazni, kjo bie pastaj grupacionet, kjo bjen ekstremizmi në fe, kjo bjen tolerancën e madhe në fe, nuk mundet me qëndru në mesatari. Prandaj tha Abdullah ibn Mubarak, laula al-isnadu laqala man sha'a ma sha'a. Po mos ishte përcjellja e diturisë, hoxh mas hoxhe, dietar mas dietari, ta dim zinxhirin e këtyre njerëzve, thotë do të thonte në fejen e Allahut azza wa jall çdo kush ka të dëshironte. Prandaj transmetohet se kur erdhi njëri prej tabinëve ke Ibn Abbas i Bushairin al-Adawi, ky ka qenë njëri ibadetxhi i madh prej tabinëve të mëdhoj. Megjithatë, filloi një ditë prej ditëve tregon ders dhe Abdullah ibn Abbasi radiallahu ta'ala ishte prezent dhe ky thonte qala Rasulullahi, ka thon pejgamberi Allahut, ka thon pejgamberi Allahut. Abdullah ibn Abbasi nuk ja vendon të veshin. Ky e vërejti dhe i tha, o Abdullah ibn Abbas, djali i Haxhës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, un po them ka thon pejgamberi Allahut dhe ti nuk kushton vëmendje. Tha, dëgjoj këtu. Neve tha me një kohë para se ndodhe fitnja, vrasja e Uthmanit radiallahu ta'ala, kur na thonte dikush, ka thon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, na drejtoheshmi tha taj dhe e dëgjojshmi me vëmendje dhe e merrshmi fjalën e atij komplet. Mirë po tash tha, pasi që çdo kush flet për dinin e Allahut dhe gënjeshtrat janë shpërnda dhe fitnet janë shpërnda, nuk marrim prej çdo kujt. Marrim vetëm prej atij që e dim, që e njohim. Dhe e dim se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka thonë. Kjo ta bën me dije vëllazni se çdo kush që del në TikTok, çdo kush që del në Instagram, çdo kush që del në YouTube, çdo kush që del në Facebook, nuk është për të ndjek me njëherë. Dhe nuk është për t'ja marrë informacionin e tij dhe komentimin e fejes prej anës së tij me njerë para e vërtetu kush është filani, kush është halani, pe ku është ul ky, ku ka mësu ky, cilët i ka pas hoxhallar ky. Pastaj fjalën çka e thot, a e thot në peshorën e sunetit apo nuk e thot, e pastaj mundesh me shpërnda. Jo çka të pëlqen ty me njerën TikTok, tak share. Është gabim, share, anglisht. Jo është gabim vëllazni. Prandaj pastaj vin problemet në besim, vin problemet në mesin e muslimanëve, shpërndahen, përçahen, akuzojnë njëri tjetrin, nuk e mëshirojnë njëri tjetrin, nuk e duan njëri tjetrin. Pse? Se nuk kanë burimet e informacionit të sakta dhe nuk din kanë ndjekin. Prandaj shumë herë na thonë, paksin ta ndëgjojmë. Të ndëgjojsh atë që e din, që e nje, edhe nje bota e njohin për hoxhallah, për hoxhallëk. Jo çdo kush që del në Facebook edhe në Instagram. Prandaj duhet të kemi kujdes. Neve sot do të flasim se si ndahen fitnet. Ndarja e fitneve. Pastaj kuptimi i tyre dhe si të veprojmë në raste të tilla. E para, fitne ndahen në 3 lloje. Kjo ka për qëllim fitnet jo fitnet e pasionit, po fitnet në fe. Thot e para, në vende të caktuara. Fitnet të cilat shpërndahen në vende të caktuara. E dyta, kohore, në periudha të caktuara. Dhe e treta, individuale. Gjithë llojet e fitneve bëjnë këtu pjesë. Këto 3 grupet. Në përvende, në periudha, koha të caktuara dhe tek individ të caktuar, të cilët shfaqen me ndonjë lloj dyshimi, me ndonjë lloj ideje në fe që nuk ka bazë në sunetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Nëse si duhet të veprojmë nëse fitnet janë në vende të caktuara? E para, nëse shfaqen fitne në për vende të caktuara, me ndonjë vend, që mund ta thomi Nohër, shpërndarën ndonjë fitne. Përpara është një shembull, në kohën e sahabëve, cila fitne është përnda, ku është përnda fitne, në kohën e Alijes radiallahu ta'ala anhu, me një vend ku distancun disa prej Khawarijve, ku ndan në një vend e quajtur në Irak Harura. Atje u distancun dhe u ndan disa të devijuar në besimin e tyre, të cilët fillojnë ti akuzojnë sahabët dhe ti nxjerrin prej feje shokët e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Këto u ndan me një hapësirë në Irak, me një vend e quajtur Harura. Cili është fiqhu? Çka duhet me vepru në
këto vende. Tash mundet më shpërnda me ndonjë xhami, mundet më shpërnda me ndonjë mekteb, mundet më shpërnda me ndonjë platformë, mundet më shpërnda me ndonjë rrjet social, mundet më shpërnda në Instagram, mundet më shpërnda në TikTok. Çka duhet me vepru? E para, kanë thënë dietarët, mos me shku në ato vende. Hiç fare. Mos e çel TikTokun me u interesu për atë sprov, për atë fitnë që është shpërnda. Pse? Se Allahu Azza wa Jall ka thonë wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa. Keni frikë Allahun. Se Allah thot Allahu Azza wa Jall keni frikë Allahun, wattaqu keni frikë fitnën, sprovën e cila nuk i godet vetëm ata të cilët kanë bërë padrejti zullum. Mirë po i godet edhe të tjerët. Nëse shkon atje ka mundësi më u infektu, ka mundësi më u sprovu dhe të godet fitnja dhe ti nuk e ndjen. Prandaj kanë thonë dietarët e para, largoju. Pastaj ka thonë e marrin përbas hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam i cili thot nga Usame ibn Zaid, Abdulrahman ibn Auf me një transmetim tjetër, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nëse dëgjoni për taunin, për murtajen, se e ka godit një vend, mos shkoni në atë vend. Po nëse jeni në atë vend, mos dilni prej atij vendi. Kanë thonë dietarët, kjo kur ka të bëje me smundjen e trupit, që me këtë fitne, me këtë sprov, me këtë sëmundje goditet vetëm trupi. Për fitne të thosh edhe më parsore, që mos me shku në ato vende. Sa atje nuk goditet trupi, po atje goditet zemra. E kur goditet zemra, kur smuhet zemra, është më e rrezikshme se sa smundja e trupit. Pastaj e dyta, mos lejoni thot që për hapësit e fitneve të dalin prej atyre vendeve. Këto për ato që kanë pushtet, nëse njihet një vend specifik për fitne dhe sprova, kanë thënë dietarët, mos i toleroni ato, mos i shpërndani nëpër vende të tjera. Pse i infektojnë edhe tjerët. Ata pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nëse e godit një vend murtaja, mos dilni prej atij vendi nëse ju jeni në to. Pse? Se smundja shpërndahet. E kështu mos i nxjerrni këto njerëzit e fitneve prej atyre vendeve që mos së murën edhe tjerët infektohet zemra e tyre në dyshimet e tyre. E kjo ka të bëje nuk është vetëm me vendin qëllimi. Tash edhe në këtë kohë me rrjetet sociale, me internetin, me lajmet, me send, mos i shpërndani fitnet e tyre, mos i shpërndani sprovat e tyre, mos i shpërndani dyshimet e tyre. Pse? Se infektohet. Është një rregull thot emitul batila bi adami dhikrihi. Vdesni, shkatroni të kotën duke mos e përmend atë. Kur është një fitnë sidomos e vogël që nuk ka ndikim të madh në shoqëri, ala nuk dihet, ala nuk ka informacion për to. Këtë mos e shpërnda. Mos e shpërnda tek të tjerët se nuk e din kujt i bën dëm ajo fitnë dhe ajo fjalë, ai dyshim. Por kjo është fiqhu. Pastaj ka thonë dietarët, në këto vende kush ka të drejtë me shku? Vetëm dietari i madh që njihet për devotshmëri. Edhe prapi është do dietar. Ku janë do njerëz që janë mbledh fitnexhi, atje duhet shkuaj një dietar i madh, një hoxh, ama që ka pesh fjala e tij dhe te ata. Ju dini se Khawarijët në kohën e Aliut radhiyallahu kur u ndam thënë Harura atje. Ku shkojti me debatu me ta? Pse nuk shkoj Muavija? A ishte sahabi i pejgamberit, a ishte i ditur, sa të dush, ama nuk shkoj Muavija. Pse? Se s'kishte pesh fjala e tij. Ato Muavijen e bëshin tekfir e nxjerrshin pe feje. S'ka me ngu Muavijen. Pse nuk shkoj Aliu? A ishte Aliu radhiyallahu ta'ala halifja i katërt, dhondri pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, njeriu më i ditur që pejgamberi sallallahu tha kapuni për sunetit tim dhe sunetit të katër halifeve mbas meje, Ebu Bekrit, Omerit, Othmanit, Aliut. Aliu nuk shkoi me debatu me ta, pse? Pse s'dinte? Jo, po s'kishte pesh fjala e tij te ata. Sa ato e nxjerrshin pe feje Aliun radhiyallahu ta'ala, thoshin se është jo besimtar. Për këtë ku shkoi? Shkoi Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala. Dietari i madh po, alim në hadith po, në fiqh po, në tefsir po, pesh të ata po. Pse? Se ishte djali i Haxhës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe gëzonte respekt te ato. E ky shkoi me debatu me ata dhe prej 6.000-ve i ktheu 2.000. Pse? Se ishin infektuar ato. Rrugës me Khawarijët ishin infektuar.
Edhe 2000 persona tjerë ishin infektu dhe ishin bashkangjitë aty ne. Ata që ishin sinqert u kthyn. 4000 mbetën në devijim. Dhe i mbytën sahabët, shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra dietari ka drejt me shku, ama cili dietar? Ai i cili ka pesh fjala e tij te ata. Ndërsa ai që s'ka pesh, kot është me hub kohë me ato. Sa ato nuk e dëgjojnë dhe nuk e respektojnë. Pastaj fitnet lloji të dytë janë fitnet kohore. Si të sillemi në këto kohë, si të veprojmë këto kohë. E para, nëse shpërndahet ndonjë fitne, sidomos është taze e re, alas është përnda shumë, thotë mos fol për to, mos i trego askujt. Ti e ke pa, hesht. Mos e informo kërkën. Dhe mos u intereso ma detajisht për atë fitne, sidomos nëse nuk je i ditur shumë në fejen e Allahut. Pse? Se ka mundësi me ta përzi edhe ty besimin. Ti bia i do dyshime, do paragjykime, do shubuhate, do se në ti si e jaftë, s'ke argumente shumë të mjaftueshme prej Kur'anit, prej Sunnetit, prej fjalëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, prej shokëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. S'ke informacione dhe s'provohesh. Prandaj ka thonë, as mos i trego kërkujt, as mos u intereso detajisht për to. Leje kaloja atë faqë, ma me ngoje një ders, një hadith, lexoje një faqë Kur'an, se sa mu marrë me atë fitnen e TikTokut, Facebookut edhe Instagramit. Pastaj e dyta, çka duhet me bo, thot qëndroj qet, mos lëviz drejt vendit të fitnes. Arri qet dhe mos shko atje. Me dikush dhe thot, po mirë be kush di këshilloj këta njerëz. Allahu na ka treguar në Kur'an. A thonë, innama yastajibu alladhina yasma'un wal mauta yab'athuhumullahu thumma ilayhi yurja'un. Thotë Muhammed, ty do të përgjigjen, do të ndjekin ata të cilët dëgjojnë me vëmendje dhe me besim, kanë dëshirë më përmirësu. Ti kur i thërret, i këshillon, ato që dëgjojnë kanë vesh të zemrës, jo vesh të kokës, ato do të përgjigjen, tha Muhammed. Kurse ato që janë të vdekur, Allahu do t'i ringjallë ditën e gjykimit dhe taj do të kthehet. Pasi të desin aty në dy bojët e qartë. Prandaj shoku i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, Uqbah ibn Amir, çka i tha? Ja Rasulullah, men najatu? Si çpëtoj nga provat? Nuk i tha ja Rasulullah si të bëj milioner, si të qes biznes, si të bëj një shtëpi 7 kat. Po ta gjeni ndonjë hadith kështu, unë s'baj më ders. Kur? Pse ato s'kishin nevojë për dunja? A nuk ishin fukara, shokët e pejgamberit, as kishte fukarajt mesin e shokëve të pejgamberit, sa dush. Megjithatë, çka pyetsin ato? Hudhaifa ibn al-Yaman çka thonte? Çdo një e pyet te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për të mirën, unë e pyet çfarë thot për të keqen. Me khafata an yudrikani, nga frika se mos ta arri kohën e sprovave. Derisa thot Hudhaifa ibn al-Yaman kur do dilni thot në qytet, atë shumë dështojnë sprovat që nuk do të çohësh as njëri të mençur, krejt budallat të duket. Kështu thot Hudhaifa ibn al-Yaman. Ky ishte aminu sirr. Ishte besniku, sekretari i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ky dinte sprova çka do të vinë. Krejt do të pyetën për të mirën, unë për të keqen. Tha Uqbah ibn Amir, ja Rasulullah, men najatun kohën e fitneve si çpëtoi ja Rasulullah. Tha amsik alayka lisanak. Tha ruaj gjuhën tënde. Mos fol shumë, mos përgojo, mos qof fjalë, mos i shpërnda lajmet pa i verifiku. Pastaj tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Wabki ala khati'atik." Çaj për gjunahet e tua. A çajt na për gjunahet tona? Na i shpërndajmë të metat e tjerëve. Për gjunahet tona ne s'kemi kohë më. Se na kanë mbyt interesi për të tjerët. Pastaj tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "O Uqbah ibn Amir, wal yas'aka baytuk." Arri më shumë shtëpinë tënde kur shpërndajnë fitnet. Këshillon nuk zën këshilla dobi. A sheh se nuk marrin vesh, atë më mirë distancoju dhe rri çaj për gjunahet e tua dhe ruaj gjuhën tënde, se kështu shpëton prej fitneve. Prandaj çdo iniciativë se cilën duhesh me marr për ta bënë ndonjë vepër o vëllezër janë 5 kushte. E para, shive kjo vepër që do të më bë, a ka është ndërtuar në Kur'an? Me Kur'an, ka bazë në Kur'an? Është e përkrahur prej fjalës së Allahut apo nuk është? E dyta, a është e përkrahur prej sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam apo nuk është? E treta,
me këtë vepër çka ke për qëllim? Arritjen e kënaqësisë së Allahut apo kënaqësinë tënde, interesin tënd. E katërta thot nëse këtë vepër që do me bë, e shef do të kesh për krahës apo jo? Nëse s'ke për krahës, ma me leje, mos e nisë dhe s'provosh vetin. Nëse ke për krahës, nisja. Dhe e pestja, shife dobia e asaj vepre. A është më e madhe apo e keqja e asaj vepre që do me bë më shumë është? Edhe nëse i ke këto rregulla, me lejen e Allahut azza wa jall nuk devijon. Nuk bjen fitne. Se qëllimi jot është me i dhënë përparësi fjalës të Allahut dhe interesit të muslimanëve në përgjithësi, jo interesit tënd personal. E pesta, distancimi nga njerëzit në kohën e fitneve. Kur shtohen shumë fitnet dhe nuk shkon më fjala e mirë, atëherë distancoju. Tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam do të vijë një kohë që pasuria më e mirë për besimtarin cila do të jetë me lujt delet në mal. Ka me ikë thot me delet në mal për ta ruajt fejen e tij, besimin e tij prej sprovave dhe dyshimeve. Pra të me u distancu. E gjashta, angazhimi me gjërat që janë në interesin e tij. Mos u angazhon me gjëra që janë në interesin tonë. Qofshin ato të dunjas apo të ahiretit. Të dunjas me biznesin tënd. Shive punën tënde. Mos u përzin në punë të huaja. Se si të përzihesh punë të huaja, del puna katastrofë. Edhe për veti, edhe për tjerët, edhe për shoqërinë, edhe për familjen tënde, angazhoju për punët e tua, se fitnet kur shpërndahen atëherë më nuk dëgjohet më e vërteta. Nuk dëgjohet, nuk ka peshë, sa ajo fitnet janë sikur sa ajo lufta e ndezur fort. Ti në luftë, dy grupe janë të luftu, ti shkoj e thuj aty, Allah i ka thënë falni namaz. Kush më të ne aty të shko kri, aty po i thot falni namaz. Shko, aty dosh me prit më u qetësu njëre, e pastaj me i këshillu, me i mësu. Tash aty kot është fjala e mirë. Aty duhet me bë diçka çish me i largu, me distancu prej luftës njëre. E pastaj me arrit me i mësu. Kështu është edhe fitnet. Dhe e treta dhe kjo është e fundita, fitnet individuale, të individat të caktuar. Sikur se në kohën e sahabëve, kohën Abdullah ibn Abbasit, Nafi ibn al-Azraq, një prej xhawarijve, kokë e tekfirtave, e ekstremistëve. Shumë prej shokëve të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam s'kishin qef me bëu muhabet me to. Kur folte ai, largoheshin, s'doshin me ran kontakt fare me to. Pse? Kanë thënë dietarët se fitnet i kishte sprova shumë të forta i ka pas. Ka qenë i ditur edhe në poezi. Me to, kur derisa ka ardhur Abdullah ibn Abbasi dhe ja kam shëlgujën. Pse se Abdullah ibn Abbasi në hadith po, të fiqh po, Kur'an po, poezi po, kretë lëminte e fejes, i ditur dhe ja kam shël gojën Nafi ibn al-Azraq. Nëse çka duhet me bë kur shpërndahen këto persona që ka fitne, e para mos i dëgjo fare këto njerëz. Pse se fitnet e tyre kanë thënë dietarët janë shumë të vrazhda për zemrën. E sulmojnë fort. Për këtë arsye e helmojnë. Për këtë arsye Imam Shafi'i rahimahullahu taala, imam i dunjas, Muhammed ibn Idris al-Shafi'i, imam i dunjas, kur kalonte pranë atyre njerëzve të cilët kishin dyshime në fe, të cilët i komentonin emrat dhe cilësitë e Allahut në mënyrë të gabuar, çka bonte? I mshelte veshët e tij me gishta. I tha no imam edhe tia, tha pse vepron kështu? Kur kalon pranë tyne, tha kam frikë se mos ma hedhin ndonjë dyshim në zemër edhe mu, edhe të shkatërrohem. Për këtë arsye kur vinte dikush te Imam Maliku rahimahullahu taala për këtyre që kishin dyshime në fe, dhe i thonin o imam, tu me debatu diçka për fejen, sidomos për ajetin Ar-Rahmanu 'ala al-'arshi istawa, Allahu qëndroi mbi arsh. Ka thënë Imam Maliku, shkoni gjeni një që ka dyshime sikur se ju, se unë jam i sigurt me fenë time. Disa prej tyre nuk i ka dëgjuar as Kur'an të lexojnë. I kam shël veshët, ka thënë imam do të lexojmë Kur'an. Jo. S'ka dash as Kur'anin me dëgju prej tyre. Pse o vllazni, kjo na duket absurde. Jo, ato kanë pas frikë për zemrën e tyre se gishtat e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, zemrat janë mes dy gishtave të Allahut. I rrotullon ka don. Her ka besimi e her ka mos besimi, s'kan qenë sigurt. Mos po i sprovon Allahu azza wa jall për këtë arsye. Kurse ato imamat e dunjas, imam vituri, imam takvallëk, imam në ibadet,
imam në të gjitha aspektet dhe është friksu për veten e tij, pse ne mos friksohemi? Pse ne mos distancohemi nga fitnet? Pse ne mos kemi kujdes për kujt e dëgjojmë fjalën? Për këtë arsye e dyta thot migro prej tyre, largohu prej tyre. Për këtë arsye një prej dietarëve Abu Bakr al-Balakhi migroi prej Bagdadit, e cila ishte qendra e diturisë, kur u shpërndan ata të cilët e fyenin Abu Bekrin radhiyallahu ta'ala. Shia, Rafidit, të cilët e sulmonin dhe ofendonin Abu Bekrin, ky u distancu prej atij vendi, dur. Pse se nuk shkonte më fjala. Ishte i shpërndar shumë ato njerëz. E ky emigroi për ta shpëtuar besimin dhe fetën e vet. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam hadithin e gjatë e dini ju në Buhari, aty që kishte mbyt 100 veta. 100 persona i kishte mbyt. Çka i than ai alimi, ai dietari, çka i tha? Migro prej atij vendi ku ke bë gjuna Allah. Pse sa ai vend ta kujton për gjuna, të kujton veprat e këqija. Shko në një vend ku adhurojnë Allahun, janë njerëz të mirë. Edhe ti largoju pe këtyre njerëzve të këqij dhe shoqëroju me njerëzit e mirë, mos e sprovo veten tënde. E treta, rregulli i tretë, mos i dëgjo ata kur flasin për të tjerët. Kërë nisin ta shpërndajnë filon hoxhën në YouTube, ta qesin devimet, fare mos e ngo. Tas munin zemrën. Kur ta qetaj hoxhën, aty ku ka dal pi feje, ta kallzon ai. Ai hiç që kërkon s'ka mësu, kallzon hoxha ku ka dal pi feje. Ta gjet në YouTube ai hoxhën. Largoju, mos e dëgjoj, pse kanë thonë dietarët se ajo nuk është dituri e dobishme që ka fryt prej saj dhe të sjell ty ndonjë dobi. Po as mos dëgjoj kur dikush flet për ato keq. Që njërin me xhlis me njëri janë nis për ato me të kallëzuar. Kështu. Po ato kanë thonë dietarët janë musliman. Prap kanë mbet në kornizat e Islamit. Edhe folja për ta është givet, përgojim ti nuk lejohet me përgoju. Kështu je i shpëtuar të dy anët. Edhe prej përgojimit, edhe prej infektimit që ata e shpërndajnë, helmi që ata e shpërndajnë. Pra këto janë disa rregulla si të ruhemi prej fitnes dhe ndarja e fitneve, ti kuptojmë drejt fitnet kohore, thamë në vende të ndryshme dhe fitnet individuale. E disa shkaqe që e para devotshmëria. Për me shpëtu që janë shkak për me shpëtu nga fitnet. E para devotshmëria. Pse se Allahu azza wa jall ai i cili thot Allahu azza wa jall ai i cili ka frikë Allahun, Allahu për çdo send do t'i bën zgjidhje. Ai që i devotshëm Allah se lën me radh fitne. Prandaj kur në kohën e Talq ibn Habib erdhi një grup tabinësh dhe i than u shpërndan fitnet ta na tregon diçka. Qysh më urujt prej atyre, si më mbrojt? Tha ruhini prej tyre me devotshmëri. Tha, tamam na trego për devotshmërinë pika shkurtra. Tha devotshmëria është me vepru me ju bind Allahut azza wa jall. Me ju bind Allahut azza wa jall. E dyta thot kur ti bësh veprat atëherës ala nurin min Allah, Allahu do të jep dritë prej anës së tij. Dhe ato vepra do t'i bësh të sinqerta, do të kesh dritë. Allahu azza wa jall ka me të begatuar me dritën e tij në ato vepra dhe thot do ta shpresohesh përblimin e Allahut kur i bën ato vepra. Pastaj terk ma'siyatillah. Me e lën kundërshtimin e Allahut, me u largu prej kundërshtimit, mos bindjes ndaj Allahut. Ala nurin min Allah. Allah me dritën e Allahut. Allahu do të jep dritë. Thot khaufa min iqabillah. Nga frika nga ndëshkimi i Allahut. E dyta kapja fort pas Kuranit dhe Sunetit, kështu tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, nëse kapuni fort, u kam lënë dy sende. Nëse kapuni fort, kurrë nuk do shkoni në humbje. Kur'anin dhe Sunetin tim. E treta lutja. Me u lut shumë. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ju tha sahabëve 3 herë, ta'awwadhu billahi min al-fitan, ta'awwadhu billahi min al-fitan, ta'awwadhu billahi min al-fitan. Kërkoni mbrojtje nga Allahu nga sprovat, nga fitnet. Sa herë kemi kërkuar ne sot? Nga fitnet. Njerë hiq. Taus ibn Kaysan, ju e dini për Islam ka thonë kur dikush është në teshehud, çka më thon? Çka më kërkon mbrojtje? Prej 4 sendeve. Dënimit varrit, dënimit zjarrit, sprovës së jetës edhe vdekjes, edhe dexhallit. Taus ibn Kaysan e pyet djalin e vet, një prej tabinëve, a u lut Allahut me këtë lutje në namaz apo jo? Tha jo, përsëritë namazin. Prej fillimi. Disa dietarë kanë thonë se kjo është obligim me thënë namaz. Këtë lutje.
Nëse se thot këtë duhesh me përsërit namazin, kanë thonë. Nëse mendimi më i vërtetë është se nuk duhet me përsërit namaz, po qëllimi është se atë shumë rëndësi i kanë kushtuar me kërku mbrojtje prej Allahut prej fitneve. Pastaj e fundit atë durimi dhe sabri, me kërku me duru në sprovat. E si me duru më mirë dhe me kërku Allahut me ndihmu me namaz, ndaj me kërku prej Allahut me ndihmu me namaz, kur prej fitneve me trujt me namaz, tu i bo Allahut namaz edhe sabër, durim. Se Allah kështu ka thonë, ista'inu, ja ju ledhina amanu ista'inu, bis sabri was salah. Kërkoni mbrojtje Allahut me shka? Me durim edhe me namaz. Inna Allahe me as-sabirin. Allahu është me durimtarët. Tha Ibn Taymija, njerëzit nuk ndodh që t'i kodas do një fitnë, do një provë vetëm për shkak të dy gjërave. Sa Allahu azza wa jall ka urdhënuar thot me dy sende. Ka urdhënuar ta thomi të vërtetën, edhe ka urdhënuar thot me bë durim. Nëse i godet ndonjë fitnë thot njerëzit, vetëm shkaku i këtyre dy sendeve, ose nuk e kanë thënë të vërtetën, janë largu pi të vërtetës, ose po nuk bëjnë sabër. Dhe Allahu azza wa jall atëherë i sprovon. E shtata me u kthy te dietarët e devotshëm, si tham hoxhallarët e mirë. Çdo send do të provë të shpërndahet, pyet një hoxhën që i beson. E njeh si hoxh, bota e njeh si hoxh. Pyete, çka po thotë hoxha për këtë? Ajde të këshilloje si me u friksu Allahut, si me u mbrojt për atyne fitneve dhe e teta largimi dhe emigrimi nga vendet e fitneve, nëse është e mundur. Në fund lutim Allahun azza wa jall që Allahu azza wa jall të na ruan nga sprova dhe dyshimet, qofshin ato të dukshme apo të fshehta, të na ruaj nga njerëzit e fitneve dhe të na ruaj nga sprova më e madhe e cila do ta kaplon botën, ajo është sprova e Dejjallit. Lutim Allahun azza wa jall që të na fal gabimet të cilat i bëjmë haptazi dhe fshehurazi. Lutim Allahun azza wa jall që muslimanët e sëmur Allahu azza wa jall t'i shëron, të burgosurit Allahu azza wa jall t'i liron, ata të cilët kanë ndruar jetë Allahu azza wa jall t'i mëshiron. Lutim Allahun azza wa jall që muslimanëve në Palestinë t'ju ndihmon, veçanërisht në Gaza dhe me fitore t'i gëzon. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.